Të dashur vëllezër, Allahu i lartësuar në këtë gjithësi ka vendosur dy diej. Njëri ndriçon nga ana fizike tokën, ndërsa tjetri ndriçon zemrat dhe mendjet e njerëzve. E ky dielli tjetër është Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, pa cilin njerëzit do të ishin në errësirë të plotë. Allahu i lartësuar fjalën Siraj në Kur'an e ka përmendur për dy trupa. I pari është dielli që ndriçon tokën dhe i dyti është Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, me udhëzimet e të cilin ndriçohen zemrat dhe mendjet e njerëzve. Zoti i Madh ka thënë për Muhamedin sallallahu alaihi wasallam në Kur'an: Inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadhira wa da'iyan ila Allahi bi idhnihi wa sirajan munira. Ne ty o Muhammed të kemi dërguar si dëshmitar, si sjellës të lajmeve të gëzueshme dhe si paralajmërues për ata të cilët të kundërshtojnë ty, për ata që dalin kundër teje, dhe si ftues për në rrugën e Allahut me lejen e Allahut të lartësuar, dhe si pishtar ndriçues që u ndriçon njerëzve rrugën. Të dashur vëllezër musliman, më shumë se për çdo gjë tjetër, njerëzit kanë nevojë për udhëzim, për të njohur rrugën e drejtë, për të njohur besimin, për të njohur rrugën e Zotit, për të njohur normat e drejtësisë, për të njohur moralin e lartë, për të njohur vlerat. E udhëzimin e ka sjellë i dërguari i Allahut Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Është e pamundur që Allahu i lartësuar t'i lindte njerëzit në mes të kësaj gjithësie, ku ka fe të shumta dhe të ndryshme, rryma të ndryshme, mendime dhe ide nga më të ndryshmet. T'i lindte pa udhëzim, t'i lindte pa dritë. Zoti është i mëshirshëm, ndaj ka dërguar pejgamberët, pejgamberi i fundit është Muhamedi alayhi salatu wassalam. Ka shpallur librat dhe libri i fundit është Kur'ani.